Kosovës, Albin Kurti, sakrificën sublime deri në flemë të Zia Shemsiut dhe të pararendësve të tij si Fazli Grajçevci e të tjerë e konsideron vazhdimsi të adëdashurisë pa çmim për liri të vendit. I tillë është veçanërisht kapitulli i përpjekjes së shqiptarëve të Kosovës për avancimin e drejtave të tyre politike në Jugosllavi, për Republikën e Kosovës dhe për bashkim me Shqipërinë. Ky kapitull mund të lexohet te biografia e Adem Demaçit dhe Fazli Grajçevcit, apo te biografia e Recep Malajt dhe Nuhi Berishës, siç mund të lexohet te biografia e Zia Shemsiut. Adhetari dhe kombëtari i paepur dhe i brumosur dhe formësuar me ideologji kombëtare veproi në vend dhe mërgat. Ai nuk rreshti së veprori për liri të atdheut. Me të rënë në burg dhe dënuar, sistemit komunist Jugosllav dënimi nuk i mjaftoi. Ata me torturë në burgun qendror të Beogradit ja humbën jetën, ndërsa heroi ishte i palëkundur për asnjë çast, thon bashkëveprimtarët e tij. Ne përkujtojmë zjahun në çdo 5 maj, në ditën e dëshmorëve, por në ditën kur trupi i tij me bekimin e nën Lutfijes, trimi i nënës në përcjelljen e kruzhve të lirisë, u shtri për të pushuar përjetësisht në tokën e atdheut. Sugjerojmë edhe institucioneve të vendit, Prishtinë, Tiranë, Shkup, e çdo kund që veprojnë, këtyre figurave, këtyre adhetarëve, këtyre dëshmorëve dhe herojve që japin vendin meritor. Ziahu ishte shembulli më i mirë i gjeneratës së tij, i cili qysh herët në fillim vitet e 70-ta u rreshtua bashkë me shumë shok për organizimin e mundësive për lirinë e popullit tonë, sepse nga pushteti jugosllav nuk ishin cënuar vetëm të drejtat elementare njerëzore, por edhe të drejtat kombëtare. Në orët e paraditës në këtë përvjetor të rënies së Zia Shemsiut në shtëpinë e tij muzej në përlepnisë të Gjilanit u zbulua pllaka përkujtimore për heroin Zia Shemsiu dhe organizua akademi.